Çështje në hetim. Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që hetimet ndaj Belinda Ballukut, numrit 2 të qeverisë dhe ministre e infrastrukturës, kanë marrë një dimension të ri pas sekuestrimit të celularit të ish-vartësit të saj, Ervis Berberi. Ky i fundit ishte drejtori rrugëve, por tashmë është i burgosur për abuzime në tendera. Mesazhet e gjetura në pajisjen e Berberit po përdoren si prova kyçe në hetimet e autoriteteve. Media përgjithsisht afër opozitës shkruajnë se sipas burimeve të sigurta, Berberi ruante disa nga mesazhet e tij duke i fotografuar dhe duke i dërguar tek celulari gruas së tij për të siguruar dokumentimin e komunikimeve. Prokurorët po analizojnë të gjitha këto komunikime të sekuestruara në celularin e Berberit për të kuptuar më mirë dinamikën e rrjetit të ndikimit në një çështje që tashmë ka marrje hon të madhe politike dhe mediatike në vend. Por ndër këto mesazhe, një nga më pikantet që u përmend edhe nga krerët e Partisë Demokratike, është ai që i ka ardhur nga vetë Belinda Balluku, ku në mënyrë jo formale e quan kryeministrin Edi Rama si pallosh i gjatë. Ky raportim, nëse është i vërtet, tregon një komunikim jo formal dhe të hapur mes dy zyrtarëve, që mund të interpretohet si provë kontakteve të afërta dhe influencës reciproke në çështje të brendshme të ministrisë dhe tenderave. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.